familje Thaçi, Veseli, Krasniqi, Selimi, Mustafa e Shala, vëllezër dhe motra, të nderuar përfaqësues të ndërgjegjjes njerëzore. Para shumë vitesh, ne të ftofta lufte ishim disa djemë të ri, që nuk dinim nëse do të na çelte mëngjesi. Shumica nuk ishim uniforma, as ushqime të mjaftueshme dhe natyrisht as një siguri për jetën. Por kishim një gjë më të madhe dhe më të vlefshme se gjithë ato të bashkë. Kishim besimin e pathyer se Kosova një ditë do të bëhej e lirë. Në një natë, njëri nga djemë tha, edhe nëse nuk e shohim nesër mëngjesin, një ditë flamuri i ynë do të valoj në Kosovën e lirë. Një ditë kur unë dizajnova flamurin dhe unë ngrit me 17 shkurt 2008, nuk pash vetëm një simbol të shtetit. Pash ftyrat e atyre që nuk jetuan dhe nuk u kthyen ta shohin na ditë. Pash shokët e mi, bashkëluftëtarët e mi, sakrificën, dhimbjen dhe krenarin kombëtare. Të dashur qytetar, sot është 17 shkurti, dita kur liria e Kosovës u kthye në shtet. Por këtu nuk jemi vetëm për fest. Jemi këtu sepse zemra e Kosovës, bashkë me të secilit prej nesh, po rreh me një shqetësim të madh. Në Hag, në fazën finale të një procesi që po zgjat mbi 5 vite, po gjikohen udhëheqësit e luftës tonë. Ata që morën përgjegjësi kur askush nuk mund të merrte. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe shokët e tyre. Ata që ndruan kur shumë kush ishte larguar. Pra, ne nuk kemi frikë nga drejtësia, sepse kush lufton për liri, nuk i frikohet asnjëherë të vërtetës. Por kemi të drejtë të kërkojmë drejtësi të panshme. Kemi të drejtë të kërkojmë që historia jonë të mos shtrembohet dhe as të rishkruhet. Të kërkojmë që sakrifica mos të përmbyset në faj. Se UÇK nuk ishte organizim për mbijetesë, por ishte mburoj për fëmijët, për gratë, për plesht, mburoj për pragun e shtëpisë, për tokën tonë. Ishte përgjigjja e fundit e një populli që kanosej me zhdukje. Pra, UÇK lindi nga populli dhe në mes të popullit. E sot, kur e shoh këtë det njerëzish, e di se ata në Hag nuk janë vetëm. Pas tyre qëndron krejt populli, qëndron historia, qëndron secili që i thot vetës shqiptar. Se ne nuk jemi këtu për urrejtje, jemi për dignitet, nuk jemi kundër askuj, sepse pa të vërtet nuk ka paqe, pa drejtësi, nuk ka pajtim, se Kosova nuk ndërtua nga heshtja, u ndërtua nga guzimi dhe sakrifica. Dhe sot, me zë të lartë dhe zemër të pastër, themi drejtësi, jo politik, lavdi luftës për liri, lavdi dëshmorëve dhe martirëve të kombit, lavdi atyre që kur nuk e përkullen, liri për shlirimtarët. Ju falenderit ma merë. Zonja Zotrin, tani kam knatësinë e madhe të ftoj në skenë një artist që këngën e ka armë kujtese. Për herë të parë në këtë skenë do të ngjitet bashkë me 3 gjenerata, me djalin e tij, Korabin dhe me Nipin, në një ditë të shënuar që është 17 shkurti, në nduar trokitjet tuaja, Ilir Shaqiri. Gjithka në përbot së i plasur si këmban biglot stinët dine shkojnë kur sum po shpirti dërgan burat dritur zemër bardh kur që pallat sjupin poshtë plot bes shekuj mbajnë di shpin për një kom që
kur nuk sos. Se na kanë balli për qakur, ndër veteja për këtë tokë, në për plumba janë për plakur, rres që ndriti një epokë. Nuk kanë pikur, jo nga qielli, as nga toka, nuk kanë dalë, fare pisi kanë dardanët, emrin e kanë shirin trakë. Janë të urte, të turueshen një damare, ka një nak me u ashtru shlirin dhe jesive tima të ndezin plak. Se na kanë balli për qakur, ndër veteja për këtë tokë, në për plumba janë për plakur, rres që ndriti një epokë. Nuk kanë pikur, jo nga qielli, as nga toka, nuk kanë dalë, fare pisi kanë dardanët, emrin e kanë shirin trakë. Se na kanë balli për qakur, ndër veteja për këtë tokë, në për plumba janë për plakur, rres që ndriti një epokë. Nuk kanë pikur, jo nga qielli, as nga toka, nuk kanë dalë, fare pisi kanë dardanët, emrin e kanë. Faleminderit artisti i madh, Ilir Shaqiri, zonja zotrin. Kjo duar të që është për ju, faleminderit. Në mesin ton ka shumë nëna, motra, vajza, e i shohim edhe fëmijë që janë në ditët e para duke e përjetuar dhe lirin që me 17 shkurt të gjithë e festojmë. Me fjalë tjera, kanë qenë të pandashme në front, në luft e në paqë, në sakrifis dhe në shtet ndërtim, gruaja shqiptare. Ajo nuk ka qenë vetëm dëshmitare e historisë, ajo ka qenë pjesë e saj. Dhe tani në këtë skenë, ftoj një grua që ka qenë vetë pjesë e radhëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Me respekt të veçantë, në nduartërgjigjet tuaja, zonja Shqipe Krasniqi. Të nderuara familjet e dëshmorëve dhe të martirëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, invalid dhe veteran,
familje Thaçi, Veseli, Krasniqi, Selimi, Mustafa e Shala, të dashur qytetarë të Republikës tonë, si sot kur më të bashkuar e më të zëshme se kam pa Kosovën. Në ditën e pavarësisë, na nuk jemi mbledhur vetëm për të shënuar këtë ditë. Jemi mbledhur për të kujtuar një sakrificë, një rrugë të gjatë dhimbje, një çmim të madh lirie.